Ndërtesa vjetër ish stacionit hekurullor të Vrakës, dikur një nyje rëndësishme lidhëse për zonën dhe një pikë me vlerë për transportin hekurullor në veri të vendit, sot ndodhet në gjendje të rësisht amortizuar, të rënuar dhe të braktisur. Prej vitesh objekti ka mbetur jashtë çdo investimi apo mirëmbajtje nga institucionet përgjegjëse që e kanë në administrim, duke u kthyer në një burim shqetësimi dhe rreziku për banorët e zonës. Godina paraqet rrezik serioz, sidomos gjatë ditëve me reshje intensive shiu, pasi pjesë të saj janë dëmtuar rënd dhe mund të shemben në çdo moment. Në ambientet e ish stacionit strehohen her pas here persona të pastre, ndërsa fëmijët e zonës e përdorin atë si hapësirë loje, çka shton edhe më shumë rrezikun për incidente të mundshme. Përveç aspektit të sigurisë, gjendja e amortizuar e objektit krijon edhe një pamje të negative për zonën dhe për aksin kombëtar Shkodër-Hani-Hotit, një nga rrugët më të frekuentuara të veriut të Shqipërisë. Ish stacioni hekurullor i Vrakës ka pasur dikur një rol të rëndësishëm në lidhjen e zonës me pjesën tjetër të vendit, duke ndikuar drejt për drejt në lëvizshmërinë e banorëve, zhvillimin e aktiviteteve tregtare dhe ekonomike, si dhe në shkëmbimet kulturore mes komuniteteve. Njësia administrative Gryemir konsiderohet në ndër zonat më të populluara të Malësisë së Madhe, me rreth 17.000 banor të shpërndarë në 25 fshatra dhe me një shtrirje të gjerë territoriale. Për banorët, mungesa e investimeve në infrastrukturë mbetet një nga problemet kryesore që pengon zhvillimin e mëtejshëm të zonës dhe përmirësimin e kushteve të jetesës.